Lexova para disa dite një ndodhi që e tregonte një hoxh arab në tavaf. Thot të bo tavaf e pash një femën të re. Ati zakonisht njerëzit nuk jenë sigur të ne që me familje shkene për deti, por din që shpesh herë 2 ditët e javës e pushimit javor ti kalojnë në umre, në vizit qabës. Dhe ajo ka arë me familjen e vetë, e lazdrume. Dhe në tavaf për nëzirë telefonin edhe për folë me zotë madhë. Ha ha ha, ki, ga, ki, edhe për kesh, për luna i gare. Edhe për të regë vëmendin e njerëzve në tavaf. Vendin më të beku në ftyrë tokës. Thot ky hoxha në ranë sy të gjithve, si edhe kjo të heshme të kësaj vajzës. Dhe e prita thot të përfundoj e tavafi. Dhe gjatë tërë tavafit ajo po fën telefon, po kesh, me zotë madë, po bën gjestet të cilët po binë sy për musliman tjetë tavafit. Kër e përfundoj tavafin, ju afrova vajzës. E kër e sheh vajzës e për afrot, kjo hoxha me mjekër, e dalon, zakonisht të gjallartë, në Arabi, e majnë shamijat, e bardha, e ka gjybën për mi, dhe është lehtë i dalushëm për ata që i din se si dalohet për njerëzit normal. E merr vesh se hoxh, dhe kur e shet që po ja afrohet hoxha diçka me këshillu, kjo me zot madh fillon me i bërtit hoxhës, çka ke thë, çfarë afrohesh, çfarë do më thon? Hoxha i thotë bia ime, ittaqillah, ki frikë Allah, jenë shpit Zotit, bënu pak ma me tërbije, se e mysafiri Zotit. Ule pak zonin se po na e prish koncentrimin që të gjithve, dhe po e bën veten, po e poshtron veten, po të shiqen gjithë tjerë. Bënu ashtu që prej te e ka kërku Zoti. Ule pak zonin, ruaj pak në sjellje se je në vend beku. Këshyri tha pun tua atit, s'ke me tha ti mund tash me me m'kallzu. Ka tha pejgamber alayhi salatu wassalam, ka thonë Rasulullah s.a.s. fjala ma u rejtur tek Allahu është fjala kur një njeri i thot një njerit i tekillah, ke frikë Allahun, a i thot alejke bi nefsik, qëre vetën ta nda marete, te pas kemet me m'kallzu. Qëtë fjal e urren shumë Allah. Dikush ma me të tërhek vrejten, edhe me të thonë ke frikë Allahun, edhe ty përja këthen në këtë formë, me kësi qebri, me kësi mendemasie, Allahu e urren shumë këtë lavë. E kur të urreje fjallën, e thënësit e urren edhe vetë thënësit. E Allah i me të urrejt, s'ka kush që të zënë. Dhe kjo femën, kër i drejtohet në këtë formë, kjo burri i thët, o Zot, unë e kryta timen, unë e këshilova dhe ti e dëshmitar. I thot asaj, nuk ka punë jame me të përzi, por me të këshilu po. Edhe kthehet. Po para se mu këthynë, vërdet i thot kësaj vajzës, i thot, ke frik oj bi, ke frik, se Allah i në rujt, qka nëse meleku i vdekes të viziton e ti jenë këtë gjendje, të pa turpshme, qka nëse të viziton? A i se cili prej ne me vlazën, menone, qka nëse të viziton meleku i vdekes, ti je pa namaz, ti je me alkohol, ti je me zina, ti je në kompjuter të këqyrë sendet haramit, ti je të bon sendet që i dhnojnë Allah ta'ala, dhe Allah ta ka qu me lekun e vdekes dhe për ta merë shpirtin që si gjendje. Arsuetimi qëfa ka me qëtë e Zotit. Dhe kjo vajzë për kundër asaj se ullja tërhek vrejtën për këtë pun, që thotë Allah ta'ala, dhe kur t'ju thuhet atyne, ittaqillah, e khadethu l'izzetu bil ithëm, e ka plën krenaria me mkatin gjunahin që e veprën. Disave që i ka kaplu mkati, e ka kaplu mkati zemrën e tyne, e ka nëzi, kur që thu ke frikë Allahun, a i të këthen njërë shumë të vrasht. Ke frikë Allahun, Allah më spiraki, që bëtë Allah, Allah me Allah, e qënë zoni si gomar. Dhe kjo femna i tha, masi ki pun, tha ti me melekun e vdekjes,
Kallëzaj, tha, jam të darë, tha, të numri 9. Dyrt e qabës, dyrt, me numra. Kush e ka një din ato numrat e qabës. Kallëzaj, tha, takimin të dera numër 9 të qabës. Dhe ky plak e thot, o Zot, jesh dëshmitar, unë e kryta obligimin tim për ta këshillu, udhëzimi janë dorë tënde, edhe largohet prej saj për të vazhdu vetë tavafin e vetë. Dhe kur e bona, thot, në tavaf, kur arrita, thot, pash kallabllak të madh drejt derës me numër 9. Kur afrova, e pash atë qik kishte rap për toke e vdeku. E kishte sfidu Allahun Taala, e kishte kërku melekun e vdekjes me krenarit të mkatit dhe gjunahit. Dhe thot hoxha, thash, subhanallah, me gojt vete lypi takimin me Azrailin, me melekun e vdekjes. Dhe në kat dhe ju përgjigj Allahu duas së saj. Pa ne ka thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, mos e nem një vetën se ka mundësi mi u godit ajo dua, ajo neme që ja bani ju vetës të juj, dhe Allahu mi u plëtsu juve nemen e juj. Te ne kur ndodhë dhe një send ke pa grab, pi kam vraft mu, ma mirë mu të mish bo, e të mishin tha dur, të mishin thy kom, të kish ndodhë kjo dhe ajo, kur më se nem vetën, kur më se sfido Allahun Taala, se ka mundësi Allahu Taala me dënu, dhe dënimi Allahu të shumë i rrept vla. Pra daj sot e ke mundësi me botë ube, këthejo Allahu Taala.